Deri tani situata e zjarreve në territorin e Bashkisë Bulqizë duket e qetë pasi nuk ka patur raste problematike. Nën prefekti i Bulqizës Avni Muliu tha se ndryshe nga viti i kaluar këtë verë zjarret nuk kanë qenë problematike deri tani në të gjithë territorin, por viti i kaluar ka qenë shumë problematik ku janë shkaktuar qindra milion lekë tëme në ekonomitë pyjore të Bashkisë së Bulqizës. Masa kemi marrë se deri tani situata është tepër e qetë, kjo fal bashkëpunimit edhe me bashkinë e cila ka ngrit dhe grupet e punës në rast se do ketë një situatë të zjarreve, duke marrë shkas nga viti i kaluar që patëm me shumë situata të vështira, sidomos zjarri që ra në zonën e Tërnovës, dhe me thonë ke liçenizi pati një problem shumë të madh për arsye se morën pjesë shumë forca, zjarri doli jashtë kontrollit, duke qenë dhe i distanca largët nga qyteti deri në objekt ose deri në vend ngjarje. Aktivizimi bëhej gjatë ditës si vite ora 10 deri në darkë, pastaj duke sigur e humbta tempin, po prap aktivizoj edhe megjithëse morëm pjesë shumë forca të ushtrisë, forcat bashkisë, u bë e mundur mas gati 15 ditë që të fiki. Nga ana tjetër, nën prefekti Avni Muliu tha se është mbajtur kontakti vazhdueshëm me administratorët e njësive administrative të Bashkisë Bulqizë dhe me autoritetet e tjera në këtë bashki për të qenë në gatishmëri të plotë në ndërhyrje të menjëhershme në rast se do të ketë aktivizim të vatrave të zjarrit. Kemi marrë kontakt edhe me njësitë administrative të rrethit. Ato kanë ngrit një grupe punësh ose në bashkëpunim edhe me disa banorë që dhe jenë gatshëm për një situatë që mund të ndodhë. Dhe vera e ka bo dhe mund kemi edhe ngjarje prapë këtë vit. Janë marrë gjitha masat që nga grupet e punës që janë ngritë në bashki, kryetari i bashkisë ka marrë masa që paktën të jetë në minimizim situata jo me ato për masa që kalon vitin e kaluar. Zona më problematike nga zjarret në Bulqizë mbetet njësia administrative Zërqan.